Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku byrek me kos. Filloj me përgatitjen e brumit. 600 gram miell, një vezë të plot, edhe një të bardhë vezë. Një lugë kafe krip, një filxhan ujë, edhe 2 lugë vaj ulliri. E vëmë në mikser që të përzihet derisa të shqitet nga hena. E hekim nga hena dhe e ngjeshim pak në tavolinën e punës. Dhe tani e vëmë në një hen, hedhim pak vaj ulliri dhe mbulojmë e lëmë të pushojë për 40 minuta. Filloj me përgatitjen e mbushjes. 2 vezë, një lugë kafe krip, 500 gram kos, 200 gram mazë, edhe 100 ml qumësht. I përzihem së bashku. Dhe tani brumi ka pushuar, do të ndem në 3 pjesë të barabarta. E hapim peten, e hapim një herë edhe spërkasim me gjallë, e lyem me furçë. Dhe palosim. E lyem edhe një herë. Dhe palosim përsëri. E lëm të pushoj për 10 minuta. Vazhdojmë edhe me 2 pjesët e brumit tjera. Dhe tani, masi ka pushuar 10 minuta, e hapim përsëri. E hapim sa masa e tepsisë. E lyem tepsinë me pak vaj. E shtrojmë peten e parë dhe hedhim gjysën e mbushjes. E shtrojmë gjysën e mbushjes edhe vëmë peten e dytë. Tani hedhim edhe gjysën e mbushjes tjetër. Dhe shtrojmë dhe peten e fundit. Kemi marrë kushën e vezë që ka ngelur nga brumi, edhe hedhim edhe pak gjallë, e përzihem së bashku edhe lyem byrekun në fund. E shpoj me një piru që mos të frihet. Dhe pjekim në furrë në 220 gradë për 40 minuta. Dhe tani byreku është gati.
E presim birekun. E presim në copa 4 ore. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.